të ri që ofrojnë shërbime të specializuar, kryesisht në fushën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, drejt platformave ndërkombëtare, duke arritur që në një mënyrë apo në tjetër shërbimet e tyre t'i ofrojnë për europianët. Bëhet fjalë për shërbime ekspertize, shërbime profesionale, kryesisht në programim, në marketing, në graphic design, në ofrimin e shërbimeve dhe konsulencave të ndryshme të biznesit, atyre ligjore që në një mënyrë apo në tjetër nga ana e të rive ofrohen si freelancer në radhë të parë, si të pavarur përmes regjistrimit në këto platforma, apo dhe si të punësuar në Shqipëri në kompani që i ofrojnë të shërbime në mënyrë të organizuar si outsourcing. Në fakt, në vitin e fundit ka një tendencë rënje të numrit të rive që po punojnë online në Shqipëri, kjo për efekt të nevojës apo interesit që njëri ka për të përballur më shpesh me ambientin e punës, për të qenë më aktiv apo interaktiv me njerëzit, apo për të kultivuar sadopak dëshirat dhe ambicjet e veta në planin personal apo profesional, gjë që në një mënyrë apo në tjetër nuk e kam parë të udhës apo të mundshme që këto element të promovimit ti kenë apo ti përfitojnë përmes ofrimit të shërbimeve online apo punës online,